kam festën abetares. Përshëndetje, unë jam Enedi, jam 6 vjeç. Sot kemi festën abetares dhe do kënaqemi. Ku të rritëm dua të bëhem futbollist. Përshëndetje, unë jam Titi dhe mësoj në shkollën Nike Dardani, jam 6 vjeç edhe kur të rritem dëshiroj të bëhem balerin. Përshëndetje, unë jam Titi, jam në klasën e parë në shkollën Nike Dardani, të rritem dua të bëhem politik. Unë jam Redi, jam 6 vjeç edhe mësoj të shkolla Nike Dardani dhe kur të rritem dua që të bëhem Unë jam Rina, jam në klasën e parë dhe jam shumë e lumtur se kam festën abetares. Unë kur të rritem duam të bëhem doktoresë. Unë jam Emily, jam në klasën e parë dhe jam tek shkolla Nike Dardani. Kur të rritem dua të bëhem veterinere. Unë jam Silvi, ka shkruar një hër si hëna bukur. Unë do të rritem të bëhem balerin. Unë që jam Klea, jam në klasën e parë. Jam shumë e gëzuar se sot kam festën abetares. Kur të rritem do bëhem doktoresh. Unë quhem Amelia dhe jam në shkollën Nike Dardani. Sot kemi festën abetares dhe sot jam e lumtur. Unë kur të rritem do të bëhem doktore. Unë jam Amaris, jam në klasën e parë, shkollën Nike Dardani dhe kur të rritem dua të bëhem piktore. Unë quhem Tefi, jam në klasën e parë, te shkolla Nike Dardani, 8 vjeç, ku të rritem kam qef të bëhem futbollist. Unë jam Aron, jam në shkollën Nike Dardani, jam 8 vjeç, ku të rritem të bëhem futbollist. Unë quhem Elisa dhe jam 8 vjeç. Jam në shkollën Nike Dardani. Ku të rritem dua të bëhem parokere. Unë quhem Mina, jam 7 vjeç. Jam në shkollën Nike Dardani dhe kur të rritem dua të jem piktore. Unë quhem Arvisela, jam 7 vjeç. Jam në klasën e parë në shkollën Nike Dardani, kur të rritem dua të bëhem parokere. Unë quhem Rahat, unë jam 7 vjeç. Jam në klasën e parë Nike Dardani. Kur të rritem kam qef të bëhem sportist. Unë jam Arseli Mila, jam 7 vjeç në shkollën Nike Dardani. Kur të rritem dua të bëhem basketbolliste. Unë quhem Livia Dalipi, jam 7 vjeç dhe jam në shkollën Nike Dardani. Kur të rritem do bëhem direktiste. Unë jam Gjesi, jam të shkolla Nike Dardani. Kur të rritem do të kem një pikë hekri. Abetarja libër i parë, sot po ndahet nga këta fëmijë të mbar. Gjuhën shqipe i mësoj, në rrugën e dijes i drejtoj.
Kaluam së bashku pothuajse një vit. Dhe vitën sa shpejt më ritëm në këtë ditë. A mendoni dhe ju kështu si ne e kuptonim sa jemi rritur, sa kemi ndryshuar dhe sa të ditur jemi bërë? Këto do t'i kuptoni më mirë duke ndjetur shfaqjen tonë, që keni përgatitur me shumë punë e dëshirë për t'ju kënaqur dhe treguar se që jemi në gjendje të bëjmë. Ne jemi nxënës e klasës së parë, jemi të gjithë shokë shumë më të mirë, e duam të respektojmë shumë më njëri tjetrin. Tani për ju përkatojmë me të gjithë nxënësit. Fillojme me bankën e parë, të gjithë fëmijët të mbarë, Stesi dhe Gjesi, Kloe dhe Sinte, Teti dhe Red. Vazhdojmë me bankën e dytë, të gjithë si Yje, Emily dhe Netja, Marisia, Rorin, Nina dhe Kamila. Me bankën e tretë janë qembulluar vërtetën nga Livia dhe Melisa, Arsene, Rina, Arvisela e Klea. Bankë e katërt vjen me fëmijë syrbe, Rasi dhe Ojkani, Riana dhe Tefiku, Amelia dhe Olivia. Dhe tani le të ftojmë mikën tonë të dashur, Livin Abetajas është ajo në shtator rumene, osa shumë atë duan, shkronja në suan, pa u lobu pa bëjtuar, dhe me një shpejt me një këngë ta përshëndesim. Mos mendoni se nga ju do lërgohen, shkronjat e mia me ju do jenë, në çdo libër do i shoqëroj, rrugën e djetë me ju do vazhdoj. Abetare, si libër të parë do të kujtojmë, e dashur për ne do të mbetesh gjithmonë, këtë ditë e veçantë, ty po të kushtojmë, me dy bashkë do të festojmë. Shto shkruaj të gjuhës tonë, disa vargje do i kushtojmë, vargje si sura në vend dhe i shkruam në përflet. Dhe ju po i
rritë të rrëllë në dhërëllë, bere qëti në ashto. Bashkë me anë dhe bot, apo të thojmojmë, jemi simboli gjofirimi, gjithmonë në bashkë mashine. Ciu, cicarol, zogu vogri po naston, bashkë me të lodrajmë shkronjën të ta mësoj.
parë, ju falenderoj që jeni gjithë sot këtu. Sigurisht që fjalia e parë këtyre fëmijëve në nisje ishte që ne e nisëm rrugën, por ka një rrugë të gjatë për të përgatitur në radhë të parë si njerëz të devotshëm, si profesionistë të aftë dhe gjithçka tjetër që të duan në jetë. Ne si prindër ju urojmë të keni jetën e gjatë, të jenë me fat dhe sa më shumë lumturi të keni jetën e tyre. Këtë ju uroj edhe unë sot bashkë me ju të gjithë fëmijëve tanë. Faleminderit dhe suksese. Përshëndetje me njerë të gjithë. Ky ishte programi që ne kishëm përgatitur. Uroj që të jenë fëmijët më të lumtur në botë dhe çdo ditë të jetës së tyre të kenë festa të tilla. Besoj që sot kanë dhënë maksimumin e tyre, kanë shkëlqyer dhe jam krenare që punojnë me këto. Faleminderit.